Në kuadër të festivalit mbar kombëtar të humorit në hollin e teatrit Mexheni, vijojnë takimet dhe seminaret me aktorë dhe regjisorët në lidhje me situatën e humorit në vend, ku të pranishëm ishin emra të njohur të humorit dhe teatrit në shkallë kombëtar. Aktorët u ndalën tek kecuria e këtij zhanri në ditët e sotme, si dhe të rëndësia e këtyre seminareve. Problematika më e madhe është se ky art aq popullor, aq demokratik, po lihet në hije, po lihet në heshtje, dhe kjo është një fatkeqësi, një ndëshkim që do të vi më vonë, në qoftë se nuk vlerësohet në nivelin e duhur, se ja në këtë Shkodër ku unë kam lidh jetën artistike, pa humora, mund të konceptohet dot Shkodra, nuk ka shanse. Ka vite dhe vite që po lëngone, po iqet zvare, për shumë arsye, po kjo iniciativa e teatrit Mexheni e artistëve shkodran është një mrekulli dhe është fati madh që po vazhdon. Këto janë të domosdoshme. Njëre i kohë bëheshin kur ne takoheshim në për festivale që organizoheshin, po këto janë domosdoshme për faktin sepse këtu kemi këmbim eksperjencash. Problematikat kryesore sipas tyre që hasin në teatro shqiptare është mungesa autorëve dhe aktorëve të ri të humorit. Elementi i ri është domosdoshmëri, sepse pikërisht për këtë edhe unë e thash në fillim që është trashëgimi e vlerave dhe nëpërmjet këtyre festivaleve që organizohen, natyrisht elementi i ri ka çfarë merr nga eksperienca e gjithë këtyre artistëve të mëdhenj që të paktën janë sot, sepse pjesa më e madhe nuk janë më. Është shqetësim shumë i madh ky. Dhe kjo nuk është vetëm detyrë e këtyre artistëve të mëdhenj. Këto e kanë të hapur edhe zemrën, edhe eksperiencën tua japin të rinjve, por do edhe Kastraveci që të rritet mirë, do kondita, do bahqet mirë, do të punohet. Jo ma një talent i ri. Festivali mbar kombëtar i humorit që në edicionin e tij të dytë në Shkodër, trupa nga Shqipëria, Kosova janë bërë bashkë në skenën e teatrit Mexheni në javën e humorit për të sjellë të qeshura dhe argëtim për spektatorin.